një hadith i pejgamberit alayhis salam kur të kryeni veprat, mundoni me kryes në mënyrë sa më të përtet. Po. Ato fjalë për veprat i badetet apo veprat përgjithësi që do të bëjmë. Pejgamberi sallallahu ka thënë hadithin e vërtetë, ka thënë inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan masfasa darsahu. Idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allahu don që kur ju ndikosh nga ju e bën një vepër, ta përsos atë. Kjo i përfshin gjitha vepra. Prej ibadetit Allah subhanahu wa taala deri te puna më e vogël. Deri te puna më e vogël. Të prej asaj se me bë ibadet Allah subhanahu wa taala, sikur se jetë e pa. Edhe nëse nuk e sheh ai ty të sheh, deri te çfarë do të them, deri te largimi i pengesës rrugë, deri te fshimja e mirë e kpuca, deri te mësimi i mirë i mësimit, deri te rregullimi i mirë i flokëve, ose i tuat mira, deri te rregullimi i mirë deri te veshja rregullimi i mirë i rrobave, çdo gjë, kur robi e merr për sipër një punë, Allah subhanahu wa taala ka qenë që me përsos edhe e don kur robi e përsos atë punë dhe të e bën në mënyrë të përsosur, e përsos këtë punë. E për këtë arsye muslimanët nëse punojnë me këtë punë, produktet e tyre do të kishin më të mira. Mirë, muslimanët e kanë lënë Islam mazdora edhe faktisht nuk i japin rëndësi as ibadetet e as dunjas, dhe s'kan të mira as në ibadet as në dunja. As në ibadet as në dunja. Kur kanë qenë muslimanët të përsosur në ibadet Allah subhanahu wa taala, atëherë dunja me kanë pas përsosur. Për shembull, ku janë ato arritjet e mëdha shkencore sa që kanë bërë muslimanët, këtë kanë qenë në kohën kur muslimanët kanë pas ngritje të lartë fetare. Kur kanë stagnu fetarisht, kanë stagnu edhe në çështjet e dunjas.